Miq Prizmës, rrugët në Shqipëri kanë një fenomen të jashtëzakonshëm, po bien dhe rrëzohen të gjitha. Sigurisht unë egzagjeroj se nuk po rrëzohen të gjitha, por e fundit që po shifja është një rrugë në Burrel, Unaz, Burreli, nuk e di, një rrugë që të çon atje. Edhe ishte qarë. Sigurisht ajo rruga e Librazit aty Prenjasit është katastrofë. Rruga e Ploqës, ajo që bën tre, urcua dhe ajo diku. Tunelet të rrjedhin të dy edhe ai në jug aty që del rruga për Sarand. Dhe sigurisht e Llogarias, tuneli i famshëm i Llogarias. Tuneli tjetër i rrugës së Peshkopis edhe ai kullon, rrugë të çara gjithmonë. Pëthush, tash çdo kush ka të drejtë të pyesi, ore, çfarë po ndodh? Dakord janë shirat, çfarë po ndodh? Pse bien kështu rrugët? Është në një faj mban dikush përgjegjësi. Normalisht është një akuzuar e madhe. Akuzuar e madhe është Belinda Balluku. Është Ministria e Infrastrukturës edhe zëvendës kryeministre e Shqipërisë. Dhe çka ka për të thënë? Të gjithë mund tonë, jo shirat, jo kjo, ka një diçka. Te ne nuk funksionojnë standardet e ndërtimit rrugëve. Ne ndërtojmë rrugët për faqe të zezë, kur themi ne, shteti shqiptar. Nuk i ka ndërtuar më mirë Sali Berisha, për faqe të zezë i ka ndërtuar dhe ai i ka lënë dhe pa mbaruar, po për faqe të zezë po i ndërtojnë edhe këta. Do 13 vite. Rrugët, sigurisht, me koncesionet e tyre dhe me kontraktore, në kontraktor, mirë që nuk bëjnë studimin gjeodezik tokave, rrjedhjeve të mundshme dhe shkarjeve. Këtë nuk e bëjnë sepse kanë shkatruar institute. Por nuk kanë standarde as të projektit. Ku do kaloj, si do kaloj, kush do të ndërtoj. Si do ndërtohet, çfarë kushte duhen plotësuar. Ka aferë brenda për brenda se kush ata ndërtoi, sigurisht edhe ke nën kontraktorët, shpeshherë të paprigatitur, pa standarde. E njëkohësisht edhe projekti pa standard, realizimi pa standard, kolëdimi pa standard, të gjitha në pikën e një korrupsioni i cili i ngjan vetë edhe Belindës. Të një korrupto arrogante e të jashtëzakonshme. E cila sigurisht tash nuk thot po viktimizojnë, nuk deklaron edhe motra që po linçohet e viktimizohet, që është e vërtet po linçohet edhe po viktimizohet, sepse nuk do në asnjë lloj mënyre ti bëj qefin vetes se kshu i bie. Ti bësh qefin vetes. Do që të rish urtë tash kur e di që i ke fajet në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe normalisht këto faje nuk rrjedhin vetëm prej saj. Mban dikush përgjegjësi. Është dikush si për saj, ajo është zëvendës kryeministre, po si për saj është Edi Rama. Edi Rama duhet pranojë një faj të madh, të dy zëvendës kryeministrave të fundit, të cilët i ka për faqe të zezë. Për faqe të zezë. Edhe sidomos arroganten e jashtëzakonshme, Belinda Balluku e futur në 1000 afera. Tash mund të akuzohet edhe me fantazmagorinë e opozitës edhe atyre jo 300 apartamente janë. Egzagerimet janë patjetër pjesë e politikës tipike të Sali Berishës edhe të Berishkëve të vegjël. Imagjino tash kush bën prallën në Shqipëri, e fantazmagorinë në Shqipëri. I është lënë një nga më të çmendurit këtë drejtim që quhet Sali Berisha, por kjo nuk përjashton korrupto arrogancën e një personi si Belinda Balluku. Gati dhe unë që sigurisht nuk shkoj mbas këtij popull që do të linçojë, të vrasë, të presë. Nuk shkoj patjetër, kjo është marrëzi e jashtëzakonshme. Gati dhe unë ke tepruar o zonja, o grua, o vajzë, o qa shejtani një nuk ma në fije përgjësi për këto marrëzira që i ndodhin këtë vend. Me të vërtet shirat e kanë bërë këtë punë. Jo, nuk e kanë bërë shirat, e kanë bërë rrugët pa cilësi të ndërtuara në momentin që ti je ministri i infrastrukturës, në momentin që ke kaluar ti tendrat e përduar, që ke pas detyrën e kontrollit, që ka rreshën të gjitha në vete. Është arroganca jote që e ka bërë këtë punë. Është pa kualiteti dhe pa kualifikimi jote që e bën këtë punë. Pa zotësia jote, është arroganca jote që i ka bërë gjitha këto.
Edhe kjo po rrezikon sigurisht edhe pushtetin e Tiranës, jo se do të harxoj Sali Berisha edhe në bashkëpunim me SPAK-un. Do të harxojnë zullumi i madh që është bërë sidomos në investimet, infrastrukturë, PPP të gjitha të pakontrolluara. Një herë ma inauguro shpejt edhe mos e marrova rrugën mirë, pastaj nën kontraktorët e degraduar, cilët paguajnë para edhe atyre që duhet ta kontrollojnë rrugën, e shumë element tjerë, të cilët kanë bëjnë me korrupsionin, me korrupto arrogancën e jashtëzakonshme që kanë, sidomos në Ministrinë e Infrastrukturës edhe zëvendës kryeministrin, një zyrë larg Edi Ramës. Vjen keq, po kjo është e vërtetë. Miq Prizmos, sigurisht që në politik shpeshherë ato ngjarje që duken sikur kanë lidhje mes njëra tjetrës, qëllojnë që edhe nuk kanë lidhje dhe ndodhia bëhet e përbashkët duke mos pasur të njëjtin qëllim ose të njëjtin destinacion. Por në kohën e sotme, në atë që konsiderohet demokraci e jona, demokraci gjithmonë i thonë e brish, gjithmonë i thonë tranzicion, nuk e di, quhen me gjithë farë mënyrash, praktikisht për mua është një post-diktaturë, post-komunizëm, ndodhin që bashkohen të pabashkueshmet, por që pa tjetër e kanë një fije të përbashkët, një fije që i ndjek, i çon në destinacionin e përbashkët. Ajo që desha bisedoj me ju është pikërisht kjo. Është sot realisht opozita e vetme SPAK-u? Dhe po t'i pyetësh njerëzit në mënyrë të menjëhershme, instiktive, gjysmë aproksimative, po dhe gjysmë automatike, të thonë po, ajo është, ata bëjnë. Duke mos besuar, as besuar, as pranuar opozitën që bën Sali Berisha. Por në një moment që kemi pranuar që opozitën e bën SPAK-u, në atë moment kemi pranuar vdekjen e demokracisë. Drejtësia nuk është për të bërë opozitë, sepse automatikisht ajo merret me politikë. Dhe normalisht, ajo që kam diskutuar shpeshherë, provincializmi dhe përdorimi i GKK-s edhe SPAK-ut. GKK-ja është e kapur nga SPAK-u, sepse sigurisht gjithë gjyqtarët aty vënë në kontroll në përgjim nga SPAK-u. Punojnë prokurorët edhe BKH-ja, por në momentin që sigurisht përdorimi i hedhjes në publik disave të dhëna për t'i sajuar ato dhe për t'i bërë publike, pa qenë publike hetimi, për të dalë para hetimit linçimi, e bën jo vetëm politike, SPAK-un, prokurorin, GKK-on, po e bën opozitë. Në një moment që prokurorët dhe gjykatësit bëjnë opozitën, pra, ata janë të përballshmit e parë me pushtetin e sotëm. Ç'ndodh me demokracinë? Ja po ja them unë që sikur të jenë të ndershmit e dynjas, demokracia është kthyer në një, si t'ju them tash, në një tiranokraci ligjore, institucionesh të cilët sigurisht janë pjesë e demokracisë, por nuk janë demokracia vetë. Kur veprojnë politikisht, kur kanë objekt përbashkët me politikën, dashje pa dashje nëse kanë target, kur kanë lidhje, sigurisht edhe me pjesët e politikës, kur kanë dalë nga politika, shkatërrojnë pikërisht demokracinë. A duhet kritikuar maggjoranca sot? E sidomos skandalet me Belinda Ballukun edhe rrugët. Normalisht, unë nuk jam si të gjithë që duhet thonë tash ata duhet ta vrasin, t'i presin kokën, gati del sikur është Maria Antonieta, ose përdorimi i saj si Helena Trojës. Arsyeja për të marrë Trojën duhesh patjetër Helena. Nuk jam prej këtyre, këto janë fabula që sigurisht homerike dhe fishtiane, të cilët shërbejnë për një patriotizëm akejsh, grekësh edhe shqiptarësh, por nuk shërbejnë për politikën e sotme. Janë të bukura për t'i parë në filma, nga më të ndryshmet, po jo në politikë. Problemi qëndron që kjo zonja me arrogancën e saj dhe me stërfuqinë që i ka dhënë, edhe që e ka përdorur me Edi Ramën, ashtu si kundër edhe
edhe kolegu i saj, Erion Veliaj, pavarësisht në ishin miq apo ishin konkurrent për partinë, për postin e Edi Ramës vet, përbëjnë edhe gafat më të mëdha. Shiko, rruga Kashar Thuman. Sigurisht është e mirë për ne. U bë me defekt. Ke ura aty e pa të gjithë. U kërkua që të bëhet shpejt. E bëri mirë, se bëri mirë, unë nuk kam faj si nuk kam faj si kritikoj unë edhe nuk kam faj as investitori, ose ai që kishte PPP-n. Për ta bërë se u kërkua kështu, në mënyrë të tillë. U bë me vrejtje. Sigurisht, filluan të thyen makinat. Tuneli e Llogaras. Rruga e re që të çonte Ploçë, në Korçë, filloi të binte. Tuneli tjetër në që çon Dibër, rrugët që të çojnë deri atje. Nuk është problemi vetëm i kësaj rrugë edhe rënies maleve. Dakor, noll, ka shira 2 muaj rresht dhe fillojnë erxohet. Po mungesa e jashtëzakonshme, ose mungesa e cilësisë të gjeodezisë, të studimit, të tenderave që bëhen, ngërmimet, në mënyrë apostrofike, në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht ministre ka qenë kjo. Tash njerëzit nuk duan të dinë më nëse është faji i saj apo s'është faji i saj, fajet i merr ajo. Sepse normalisht kështu ka vepruar edhe Spaku. Ka hedhur në publik elemente të cilët përbëhen element linçimi. Dalin në një farë mënyre, rrjedhin, i marrin, siç ka biseduar edhe herë tjetër, i marrin këto gazetarët investigativ, i merr opozita, i përdor dhe sigurisht pastaj fillon linçimi. Në të vërtetë, është e vërteta kështu? Ekziston kështu në këtë lloj format? Tash midis gjysmë të vërtetave dhe të vërtetave fillon edhe politika. Dhe pikërisht këtu është përdorimi politik. Dalja, jo hetimi, po hedhja në publik për të marrë feedbackun e publikut dhe pastaj të kesh të drejtën që ti pastaj të përsekutosh, të lësh nëpër burgje. Të mbushësh burgje, të lesh, të plasësh atje, ndërkohë që njeriu që është i akuzuar me 2 krime të mëdha, Sali Berisha, është jashtë burgut. Dhe ai patjetër mas dite pastaj gjuan me Molotov. Dhe këtë punë e ka dorë Spaku. Sigurisht që ai do të shkojë, nuk ka për të përfunduar, nuk do të dali kurrë nga hetimi. Edhe këtë e di, sepse opozita Spak nuk është vetëm opozitë reale që bashkohet me Sali Berishën kundra Edi Ramës. Opozita Spak është edhe kundra vetë Sali Berishës, se e di që po erdhi në pushtet, ai e eliminon më keq se sa Edi Rama. Edi Rama e ka ndërtuar vetë, po i ka ndodhur ajo që i ka ndodhur edhe Hashim Thaçit. Spaku i është afruar para zyrës së tij. Spaku nuk e ka me Belindën, nuk e ka as me ajo pjesë e Spakut, që sigurisht është opozita. Nuk e ka as me Erion Velin. Ata i kanë prerë krahët. Edhe sidomos i kanë bërë dhe një të mirë sepse i kanë hequr dhe konkurrentët. Por kanë ardhur para zyrën e tij, para dhomën e tij, pra ata kërkojnë kokën e Edi Ramës. Dhe kjo është për të bësh politikë. Pastaj njerëzit, kundërshtarët, Rama është kriminal, duhet vrarë, duhet varrosur, duhet ta presim, duhet ta vrasim. Këto janë metodat që shpërndahen në Facebook dhe sigurisht kanë marrë lirinë e përjetshme, si më thënë, nga dikur njerëzit që mbyllnin gojen se ju prishte vesht dhe hundët Enver Hoxha, tash i flasin gjithçka sepse sigurisht është e kundërta atij momenti ku atë nuk hanin fare, tash i hanë më gjithë ditën. Por opozit nuk mund të jetë kështu. Nuk mund të jetë kështu dhe është një opozit jashtëzakonisht e keqe. Është shkatërrim i plot i demokracisë. Edhe nuk po na ndodh vetëm ne. Ka ndodhur kudo, ka ndodhur në Amerikë, në Itali. Itali po bëjnë një referendum për togat e kuqe që kanë, për gjyqtarët që marrin vendime politike. Mos ta duket e çuditshme ne. Thoni jo, çfarë keti me Spakun? S'kam gjë me Spakun, po kur Spaku bën politik, Spaku është armiku im. Sigurisht që është armiku im. Nëse Spaku merret me politikë dhe me linçime, është armiku im. Dhe këto gjyqe bëhen, nuk është se nuk bëhen, i kanë përdorur. Nuk është se po më vjen keq për Erion Velin, që është në burg. Por janë mira që vujnë pa drejtësitë e pronave, pa drejtësitë nga më të ndryshmet e nuk marrin drejtësi, dhe sigurisht ne merrem me Spakun që ai ka tendenca të politizimit çdo gjë, të kryerjes së opozitës në një moment që këtu e ne opozita është e vdekur, ose në moshën 83 vjeçare,
ku i duhen panolinit. Opozitë që gjuan me Molotov të 3 vjeqe. Imagjino të shi qëfar, se këshu është opozita. Opozita është Sali Berisha këtu kene. Skujtoni se bëjnë opozitë Flamur Nokat edhe këto, ku diun se kush janë Eli, Mehmeti, Tabakja, Vokshi, edhe këta tipat e ideali i ri që flitë magla, kupton, mate hartime. I kishte mësuar mamaja dhe babaja të fliste hartime antikomuniste, djali ishte 1 vjeç. 18 vjeçë, nuk e disa drejqen ishte. Pra, këtu kemi të bëjmë me opozitën që është formuar. Nuk kishte opozitë. Ky vend tash i ka opozitë s'pakun. Dhe për ta përmbyllur, po përsëris atë të fillimit. Në një moment që ne nuk çojmë opozitë, se nuk është qorri opozitë. Është ai Vlonjati që e ka shehë. Nuk janë opozitë ato. S'kan lidhje, këta nuk do t'i shkojë populli mrapa kurrë. As ky tjetri prej Sarandet, nuk janë opozita. Nuk mund t'jenë opozita. Edhe as ka për t'i shkuar kush pas. Janë imitatorë të atyre që janë. Dhe vetmja është opozita që janë 3, 4, 5 prokurorë të rëndësishëm të spakut. Dhe në qoftë se kjo është opozita në Shqipëri, Shqipëria është vend i një republike prokurorësh në mënyrë të shëmtuar, siç është republikë kryeministrave dhe kryetarëve të partisë. E fundit është që me që bëri zgjedhjet Kim Jong Un, kështu e ka ai. U zgjodh me 100% votave sekretari i përgjithshëm i partisë punojësve të Koresë, dhe gjithë në ritëm duhet të kishin e banë. Kam bërë një shkrim ku them çfarë dallimi kanë prej këtyre që kemi ne, kryetar partie, Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, PPD-n, PL-n, Partinë e Lirisë, Partinë Republikane, çfarë do të ato janë. Përveç faktit që nuk bëjnë kështu ata. Po e njëjta gjë është. Është eufemizëm demokratik i brendshëm i partive. Nga këto parti pastaj dele dhe qeveria dhe qeverisja. Sigurisht kemi pluralizëm, ndrojnë vend. Kim Jong-un nuk ndrohet, por e njëjta gjë është. Ndryshimi i vetëm është se nuk bëjnë urra këto dhe rrajnë shplaka në ritëm si për shokun e nverë dikur kene. Gjyshi Kim Jong-un ka ardhur në Shqipëri në vitet 50 dhe ka marrë disa leksione evropiane të komunizmit shqiptar. I ka parë, ka shoqëruar edhe shokët dhe. Tashi, mos ta tregojnë sikur nuk ka ndodhur gjërat. Asnjë prej këtyre partive të mëdha nuk ka as demokraci të brendshme dhe nuk ka as decencën për ta zbatuar në një farë mënyrë formale. Atëherë s'kan si të jenë mira as drejtësia, sepse prej këtyre partive del, prej këtyre partive të tilla, nuk ka shtetit mund të jetë plural, po nuk është kurrë demokratik, dhe demokracia vetë në Shqipëri është eufemizëm. Për ne desha ta mbyll edhe me Kim Jong-un, sepse tash ja thash emrin mirë, Kim Jong-un, sepse pak dallime kemi. Sigurisht janë shumë dallime tjera, kemi shtyp lire, botë lire, dalim e kështu, por kryetarët e partive dhe partive sillen gati si partia e Kim Jong-un. Dakor, miqtë e mi?